Askush nuk e imagjinonte se pas një martese që dukej perfekte fshihej një sekret që mund të shkatëronte një familje të tërë. Ajo ishte gruaja e përkushtuar, nusja që të gjithë e admironin. Ai ishte kunati i saj, vëllai i burrit, gjithmonë pranë familjes. Por ajo që askush nuk dinte ishte se çdo shikim mes tyre kishte një kuptim tjetër, çdo heshtje fshete një ndjenjë që nuk duhej të ekzistonte. Një dashuri e ndaluar që filloi me një moment dobësie dhe u kthye në një sekret që zgjati me vite. Por sekretet nuk qëndrojnë të fshehura përgjithmonë. Dhe një ditë, një e vërtetë e vetme rrezikoi të shkatëronte gjithçka, martesën, familjen dhe jetët e tyre. Kjo është historia e martesës që fsheu një lidhje të ndaluar. Elira ishte martuar me Arbenin kur ishte vetëm 24 vjeçe. Të gjithë në qytetin e vogël ku jetonin e kujtonin dasmën e tyre si një nga më të bukurat që ishte bërë ndonjëherë. Arbeni ishte një burr i qetë, i përgjegjshëm dhe shumë punëtor. Ai punonte në biznesin familjar, një magazin ndërtimi që drejtonte bashkë me babain dhe vëllain e tij më të vogël. Vëllai i tij quhej Daniel. Në dasmë Danieli kishte qenë dëshmitari i Arbenit. Ai ishte disa vite më i vogël se vëllai, më energjik, më i hapur dhe gjithmonë i gatshëm për të bërë shaka. Shumë njerëz në dasmë kishin vënë re se ai dhe Elira kuptoheshin shumë mirë. Qeshnin shpesh dhe flisnin gjatë. Por askush nuk mendoi asgjë të keqe. Ishte normale. Ata tashmë ishin familje. Pas martesës, Elira u shpërngu në shtëpinë e madhe të familjes së Arbenit. Ishte një shtëpi dykatëshe ku jetonin prindërit e tij, ndërsa Arbeni dhe Elira kishin katin e sipërm. Danieli jetonte ende aty, në një dhomë në katin e parë. Në fillim gjithçka ishte thjeshtë dhe e qetë. Elira përpiqej të ishte nusja perfekte. Ajo zgjohej herët, ndihmonte vjerën në kushin dhe përpiqej të fitonte dashurinë e gjithë familjes. Arbeni punonte gjatë gjithë ditës në magazin dhe shpesh kthehej vonë në shtëpi. Danieli nga ana tjetër ishte më shpesh në shtëpi. Ai merrej me disa projekte të vogla biznesi dhe kishte më shumë kohë të lirë. Shpesh ndodhte që Elira dhe Danieli të pinin kafe bashkë në obor, ndërsa prisnin që Arbeni të kthehej nga puna. Në fillim bisedat e tyre ishin të thjeshta. Flisnin për filma, për muzikë, për qytetin dhe për jetën. Danieli ishte shumë i mirë në të dëgjuar. Ai kishte një mënyrë të veçantë për ta bërë dikë të ndjehej i kuptuar. Një pasdite ndërsa po pinin kafe, Danieli e pyeti: "Si po të duket jeta këtu?" Elira buzëqeshi pak. "Është mirë," tha ajo, "por ndonjëherë ndihem sikur ende nuk jam mësuar." "Është normale," tha Danieli. "Të ndryshosh shtëpi, familje nuk është e lehtë." Ai e pa për një moment. "Por ti po e bën shumë mirë." Elira ndjeu një ngrohtësi të çuditshme nga ato fjalë. Arbeni rrallë i thoshte gjëra të tilla. Jo sepse nuk e donte, por sepse ai ishte një njerëz i rezervuar. Danieli në të kundërt ishte shumë i hapur. Me kalimin e muajve, bisedat e tyre u bën gjithnjë më të gjata. Ata filluan të ndanin edhe gjëra personale. Një mbrëmje ndërsa po qëndronin në verandë, Danieli tregoi për një lidhje që kishte pasur disa vite më parë. "Ajo më la papritur," tha ai. "Çatëherë nuk kam dashur të lidhem seriozisht me askënd." Elira e dëgjoi me kujdes. "Ndoshta një ditë do gjesh dikë që të bën të besosh përsëri," tha ajo. Danieli qeshile. "Ndoshta." Ai e pa drejt në sy për një moment më të gjatë se zakonisht. Elira ndjeu një ndjesi të çuditshme në stomak dhe menjëherë uli shikimin. Ajo nuk e kuptonte pse. Nuk kishte asgjë të keqe. Ai ishte kunati i saj. Por diçka në mënyrën si ai e shikonte e bënte të ndiej ndryshe. Ditët kalonin dhe Arbeni ishte gjithmonë e mëizën me punë. Biznesi po zgjerohej dhe ai shpesh punonte deri vonë. Shumë mbrëmje Elira hante darkë vetëm me familjen e burrit. Dhe shpesh pas darkës ajo dhe Danieli qëndronin në obor duke biseduar. Një natë vere energjia elektrike u ndërpre në të gjithë lagjen. Shtëpia u mbush me errësirë. Vjera ndezi disa qirini dhe të gjithë dolën në obor për të marrë pak ajër. Pas një kohe, prindërit e Arbenit shkuan të flinin. Elira dhe Danieli mbetën vetëm në verandë. Qielli ishte plot me yje. "Është bukur kështu," tha Danieli. Elira pohoi me kokë. "Po, është shumë qetë." Për disa minuta askush nuk foli. Pastaj Danieli tha papritur: "Ti e di që Arbeni është shumë me faqe të ka." Elira u habit. "Pse e thua këtë?" "Sepse ti je ndryshe nga shumë njerëz," tha ai. "Je sinqert dhe shumë e mirë." Ajo ndjeu faqet i skuqeshin. "Faleminderit," tha me zë të ulët. Në atë moment, një erë lehtë fryu dhe një nga qirinjtë u fik. Errësira u bë me thellë. Për një çast të shkurtër, ata u gjendën shumë afër njëri tjetrit. Shumë më afër se zakonisht. Danieli zgjati dorën për të rregulluar qiriun dhe aksidentalisht preku dorën e Lirës. Të dy u ndalën. Ishte një moment shumë i shkurtër, por mjaftueshëm për të ndryshuar diçka mes tyre. Asnjëri nuk foli për atë që ndodhi, por nga ajo natë marrëdhënia e tyre filloi të ndryshonte. Shikimet u bën më të gjata. Heshtjet mes tyre u mbushën me një tension të padukshëm. Elira filloi ta kuptonte se ndjente diçka që nuk duhej ta ndjente. Ajo përpiqej ta binte veten se ishte vetëm imagjinat, por çdo herë që Danieli hynte në dhomë, zemra e saj rrihte pak më shpejt, dhe ajo e dinte se kjo ishte një rrugë shumë e rrezikshme, sepse ai nuk ishte thjesht një burr tjetër. Ai ishte vërllai i burrit të saj, dhe nëse dikush do ta zbulonte, gjithçka do të shkatërrohej. Por historia e tyre sapo kishte filluar.
Dhe shumë shpejt, një moment dobësie do t'i çonte shumë më larg nga sa kishin menduar ndonjëherë. Pas asaj nate me Qirin në verandë, diçka kishte ndryshuar mes Elirës dhe Danielit. Asgjë nuk ishte thënë me fjalë, por të dy e ndjenin. Ishte si një tension i padukshëm që qëndronte në ajër sa herë që ndodheshin pranë njëri tjetrit. Elira përpiqej ta ignoronte. I thoshte vetes se ishte vetëm një ndjesi e momentit. Një keqkuptim i vogël i zemrës. Por çdo ditë që kalonte bënte më të vështirë ta binte vetëm për këtë. Një mëngjes, ndërsa po përgatiste kafe në kuzhinë, Danieli hyri papritur. Ai sapo ishte zgjuar dhe flokët i kishte ende të çrregullta. Mirëmëngjes, tha ai me zë të qetë. Elira ngriti kokën dhe për një moment sytë e tyre u takuan. Mirëmëngjes, tha ajo, duke u përpjekur të dukej normale. Në kuzhinë ishte një heshtje e çuditshme. Danieli u mbështet në banak dhe e pa ndërsa ajo po mbushte filxhanet. Arbeni është larguar, pyeti ai. Po. Ka shkuar në magazin që herët, u përgjigj ajo. Ai pohoi me kokë. Si gjithmonë. Në zërin e tij kishte diçka që Elira nuk e kuptoi menjëherë. Ndoshta një lloj zhgënjimi ose ndoshta diçka tjetër. Ajo i zgjati filxhanin e kafes. Kur duart e tyre u prekën për një moment, të dy u ndalën. Nuk ishte një prekje e gjatë, por mjaftoi për t'i bërë të ditë ndiheshin në siklet. Elira e tërhoqi dorën shpejt dhe u kthye nga dritarja. Do të dal pak më vonë, tha ajo vetëm për të thyer heshtjen. Ku do shkosh? Pyeti Danieli. Në qytet. Duhet të blej disa gjëra për shtëpinë. Danieli mendoi për një moment. Mund të vi me ty nëse do. Elira u kthye nga ai. Nuk është e nevojshme. E di, tha ai, por gjithsesi mund të vi. Ajo hezitoi për disa sekonda. Pastaj tha në rregull. Ata dolen nga shtëpia pak më vonë. Qyteti ishte vetëm 15 minuta larg me makinë. Gjatë rrugës fillimisht biseduan për gjëra të zakonshme, por shumë shpejt biseda filloi të bëhej më personale. Ke menduar ndonjëherë të punosh? Pyeti Danieli. Elira ngriti supet. Po. Por familja mendon se është më mirë të kujdesem për shtëpinë tani për tani. Po ti çfarë mendon? Pyeti ai. Ajo heshti për një moment. Ndonjëherë më duket sikur kam shumë kohë të lirë dhe nuk di çfarë të bëj me të. Danieli e pa për një moment. Ti meriton më shumë se kaq. Elira nuk foli. Fjalët e tij e prekën më shumë se sa donte ta pranonte. Kur arritën në qytet, ata kaluan disa orë duke bërë pazare. Ishte një ditë e zakonshme, por për Elirën ndjej ndryshe. Ajo po qeshte më shumë se zakonisht. Po fliste më lirshëm. Dhe e kuptoi se ndjej shumë rehat pranë Danielit. Shumë rehat se sa duhet. Kur u kthyen në makinë për të kthyer në shtëpi, një shi i papritur filloi të binte. Shiu u bë shumë i fortë dhe rruga u mbush me trafik. Ata mbetën të bllokuar për disa minuta. Në makinë kishte një heshtje të çuditshme. Zhurma e shiut mbi xham dukej sikur e bënte momentin edhe më të ngarkuar. Pastaj Danieli foli. Elira, ajo u kthye nga ai. Po, ai hezitoi për disa sekonda. Kam ndjesinë se duhet të them diçka. Zemra e saj filloi të rrihte më shpejt. Çfarë? Ai e pa drejt në sy. Ndonjëherë më duket sikur nuk duhet të jemi kaq afër. Elira ndjeu një tronditje të lehtë. Çfarë do të thuash? Ai mori frymë thellë. Ti e gruaja e vëllait tim. Fjalët e tij qëndruan pezull në ajër. Elira e uli shikimin. E di, tha ajo me zë të ulët. Dhe megjithatë vazhdoi Danieli, sa herë që jam pranë teje ndjej diçka që nuk duhet ta ndjej. Heshtja që pasoi ishte rënd. Shiu vazhdonte të binte fort jashtë. Elira e ndjeu zemrën të rritë fort në kraharor. Ajo mund të kishte thënë shumë gjëra në atë moment. Mund ta kishte ndalur. Mund të kishte pretenduar se nuk e kuptonte. Por në vend të kësaj ajo tha diçka që ndryshoi gjithçka. Edhe unë. Danieli u kthye ngadalë nga ajo. Sinqerisht, ajo pohoi lehtë me kokë. Kam shumë kohë që përpiqem ta injoroj. Për disa sekonda ata vetëm e pa njëri tjetrin. Pastaj Danieli tha, kjo është e gabuar. E di, tha ajo, shumë e gabuar. Elira, ajo mori frymthe, por nuk mund të pretendoj më që nuk ekziston. Fjalët e saj e tronditën edhe vetë. Ajo nuk e kishte planifikuar t'i thoshte, por tani ishte shumë vonë për t'i tërhequr. Danieli mbylli syt për një moment. Kur i hapi përsëri, duke sikur kishte marrë një vendim të vështirë. Duhet ta harrojmë këtë, tha ai. Po tha Elira, është vetmja mënyrë. Por asnjëri prej tyre nuk duke i bindur. Shiu filloi të qetësohej dhe trafiku filloi të lëvizte përsëri. Ata u kthyen në shtëpi pa folur shumë, por në mendjen e të dyve kishte vetëm një mendim. Ata kishin kaluar një kufi që nuk mund të kthehej më pas. Dhe edhe pse kishin vendosur ta harronin atë moment, zemrat e tyre nuk ishin gati ta bënin, sepse ndonjëherë ndjenjat më të rrezikshme janë pikërisht ato që përpiqemi më shumë t'i fshehim. Dhe shumë shpejt, një moment tjetër do të vinte. Një moment që nuk do të ishte më vetëm fjalë. Një moment që do ta kthente sekretin e tyre në diçka shumë më të rrezikshme. Pas bisedës në makinë atë ditë me shi, Elira dhe Danieli u përpoqën të silleshin sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Në shtëpi gjithçka duke normale. Arbeni vazhdonte të punonte gjatë gjithë ditës në magazin. Prindërit e tij merreshin me punët e shtëpisë dhe me kopshtin.
Nga jashtë familja duke e qetë dhe bashkuar, por për Elirën dhe Danielin çdo gjë kishte ndryshuar. Tani ata e dinin të vërtetën. Tani nuk ishte më vetëm një ndjesi e paqartë. Ishte diçka reale, dhe kjo e bënte çdo moment pra njëri tjetrit shumë të vështirë. Ditët e para ata u përpoqën të shmangeshin. Nëse Danieli ishte në kushinë, Elira gjente një justifikim për të dalë. Nëse ajo ishte në obor, ai shkonte në dhomën e tij. Por sa më shumë përpiqeshin të qëndronin larg, aq më shumë ndjenin mungesën e njëri tjetrit. Ishte një lojë e rrezikshme mes zemrës dhe arsyes. Një mbrëmje Arbeni erdhi shumë vonë në shtëpi. Ishte i lodhur dhe pothuajse nuk foli gjatë darkës. Pas pak u ngrit dhe tha: "Do të shkoj të fle. Nesër duhet të zgjohem herët." Elira pohoi me kokë. Kur ai u ngjit në katin e sipërm, në dhomë mbetën vetëm Elira dhe Danieli. Vjera dhe Vjeri kishin dalë tek disa të afërm dhe nuk ishin kthyer ende. Shtëpia ishte jashtëzakonisht e qetë. Elira po pastronte enet në kuzhinë. Danieli ishte ulur në tavolinë. Asnjëri nuk fliste, por heshtja mes tyre ishte shumë e rëndë se çdo bisedë. Më në fund Danieli u ngrit dhe u afrua. Elira tha ai me zë të ulët. Ajo ndaloi për një moment. Po, ai qëndroi për disa sekonda pa folur. Po përpiqem të bëj gjën e duhur, tha ai më në fund. Elira u kthye nga ai. Edhe unë. Por sytë e tyre treguan një histori tjetër. Një histori që të dy po përpiqeshin ta mohonin. Danieli u afrua pak më shumë. Por sa herë që të shoh, tha ai. Ai nuk e mbaroi fjalinë. Elira ndjeu zemrën të rrihte fort. Daniel, tha ajo me zë të dridhur, kjo nuk duhet të ndodhë. E di. Ata qëndruan shumë pranë njëri tjetrit. Shumë më pranë se sa ishte sigurt. Për disa sekonda askush nuk lëvizi. Pastaj ndodhi një moment i vetëm dobësie. Danieli zgjati dorën dhe preku fashën e saj. Elira nuk u tërhosh. Ajo mbylli sytë për një moment, sikur po përpiqej të luftonte me veten. Por lufta tashmë ishte humbur. Danieli u përkul dhe puthi. Puthja zgjati vetëm disa sekonda. Por ishte momenti që ndryshoi gjithçka. Kur u larguan nga njëri tjetri, të dy dukeshin të tronditur nga ajo që kishin bërë. Elira thaj. Ajo vuri dorën mbi buzë. Kjo ishte një gabim. Danieli nuk foli, por sytë e tij tregonin se nuk e konsideronte vetëm një gabim. Ajo mori frymthe. Nuk duhet të ndodhë më, tha ajo. Ai pohoi me kokë. Por në zemrat e tyre të dy e dinin se gjërat nuk do të ishin më si më parë. Ditët që pasuan ishin edhe më të vështira. Sa herë që sytë e tyre takoheshin, kujtimi i asaj puthje rikthehej menjëherë. Ishte si një sekret që jetonte mes tyre. Një sekret që askush tjetër nuk e dinte. Një pasdite, disa javë më vonë, Arbeni duhet të udhëtonte në një qytet tjetër për punë. Ai do të qëndronte atje 2 ditë. Kur ai u largua nga shtëpia, Elira ndjeu një ndjesi të çuditshme, si një përzierje frike dhe pritjeje. Ajo nuk donte ta pranonte, por e dinte që kjo do të ishte shumë e rrezikshme. Atë mbrëmje familja hëngri darkë si zakonisht. Pas darkës, prindërit e Arbenit shkuan të flinin herët. Shtëpia u zhyt në qetësi. Elira ishte në verandë duke parë kopshtin. Pas disa minutash, Danieli doli jashtë. Ata nuk folen për disa çaste. Pastaj ai tha: Arbeni do të kthehet pas 2 ditësh. Elira pohoi. Ai u afrua pak. Elira, duhet të vendosim çfarë do bëjmë. Ajo e pa drejt në sy. Në atë moment, asnjëri nuk po mendonte për të ardhmen. As për rreziku, as për pasojat. Ata po mendonin vetëm për atë ndjenjë që ishte bërë shumë e fortë për ta injoruar. Danieli zgjati dorën dhe kapi dorën e saj. Këtë herë ajo nuk e tërhoshi. Ata qëndruan kështu për disa sekonda. Pastaj Elira tha diçka që do ta ndryshonte jetën e tyre për vite me radhë. Askush nuk duhet ta di. Danieli e pa me kujdes. Je sigurt? Ajo mori frymther. Ai e kuptoi menjëherë çfarë do të thoshte ajo. Dhe në atë moment, lidhja e ndaluar mes tyre filloi vërtet. Një sekret që do të fshihej pas buzëqeshjeve familjare, darkave të përbashkëta dhe përqafimeve të rreme. Një sekret që do të zgjasë për vite, por sekretet e tilla ka një problem të madh. Sa më gjatë zgjasin, aq më e dhimbshme bëhet e vërteta kur më në fund del në dritë. Pas asaj mbrëmje në verandë, gjithçka ndryshoi mes Elirës dhe Danielit. Tani nuk kishte më dyshime. Ata kishin vendosur të mbanin një sekret që mund të shkatëronte gjithçka nëse zbulohej. Në fillim gjithçka dukej si një aventurë e rrezikshme. Takimet e tyre ishin të rralla dhe gjithmonë të fshehta. Ndonjëherë mjaftonte vetëm një moment kur shtëpia ishte bosh. Ndonjëherë ishte një shitje e shkurtër në qytet me justifikimin e pazareve. Ata ishin shumë të kujdesshëm. Asnjë mesazh në telefon, asnjë shenjë që mund të lindte gjurmë. Vetëm shikime të fshehta dhe momente të shkurtra që askush tjetër nuk i shihte. Por sa më shumë kohë kalonte, aq më fort bëhej lidhja mes tyre. Elira filloi ta ndjente se Danieli nuk ishte më vetëm një ndjenjë e ndaluar. Ai ishte bërë pjesë e jetës së saj. Ai ishte personi me të cilin fliste për gjithçka. Ai e dëgjonte, e kuptonte dhe e bënte të ndihej e gjallë. Diçka që ajo ndonjëherë nuk e ndjente më me Arbenin. Arbeni ishte një burr i mirë. Ai nuk e trajtonte keq, por jeta e tyre ishte bërë shumë e zakonshme.
Shumë rutin. Ai ishte gjithmonë i zënë me punë, gjithmonë i lodhur. Bisedat e tyre shpesh përfundonin me fjalë të shkurtra. Si kaloi dita? Mirë. Po puna? Shumë. Dhe kaq. Ndërsa me Danielin ishte ndryshe. Ata mund të flisnin për orë të tëra, për ëndra, për frikëra, për gjëra që nuk ja kishin treguar askujt tjetër. Por çdo moment i bukur kishte edhe një hije. Fajin. Sa herë që Elira shihte Arbenin duke u përpjekur të ishte një burr i mirë, një ndjenjë e rëndë i binte në zemër. Ai nuk dinte asgjë. Ai u besonte të dyve plotësisht. Dhe kjo e bënte sekretin edhe më të dhimbshëm. Një natë ndërsa po hanin darkë të gjithë bashk, Arbeni tha diçka që e bëri Elirën të ngrijë. Po mendoj të zgjerojmë biznesin, tha ai. Babai i tij ngriti vetullat. Si? Dua të hapim një magazin tjetër në qytetin tjetër. Danieli e pa me interes. Seriozisht? Po tha Arbeni. Por do të thotë që do të duhet të udhëtoj shpesh. Elira uli shikimin drejt pjatës së saj. Zemra filloi të rrihte më shpejt. Arbeni vazhdoi. Ndoshta edhe do të qëndroj disa ditë atje her pas here. Danieli nuk foli. Por ai dhe Elira shkëmbien një shikim shumë të shkurtër. Një shikim që askush tjetër nuk e vuri re. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Më shumë kohë vetëm në shtëpi. Më shumë mundësi për sekretin e tyre. Por në vend që ta bënte të lumtur, kjo e friksoi, sepse sa më shumë të zgjaste kjo situatë, aq më vështirë do të ishte të dilnin prej saj. Dhe pikërisht atëherë filloi rreziku i parë i vërtet. Një pasdite, disa muaj më vonë, Elira ishte në dhomën e Danielit. Ata kishin menduar se shtëpia ishte bosh. Prindërit e Arbenit kishin shkuar tek disa të afërm dhe Arbeni ishte në qytetin tjetër për punë. Ata po flisnin dhe qeshnin, për herë të parë pas shumë kohësh, duke u ndier plotësisht të qetë. Por pa pritur, u dëgjua zëri i derës së hyrjes. Elira u ngrit menjëherë. S'duhet të jetë askush, tha ajo me zë të ulët. Por pastaj u dëgjua një zë shumë i njohur. Ka njëri në shtëpi? Ishte zëri i Arbenit. Të dy ngrin në vend. Arbeni ishte kthyer më herët nga sa kishin menduar. Danieli e pa Elirën me sy të hapur nga paniku. Duhet të shkosh në dhomën tënde, tha ai me zë të ulët. Elira ndjeu zemrën të rrite aq fort sa mendoi se mund të dëgjohej nga jashtë. Ajo u drejtua shpejt drejt derës së dhomës. Por në momentin që doli në korridor, ajo dëgjoi hapat e Arbenit që po ngjiteshin në shkallë. Ai po vinte drejt tyre. Elira ngriti syt dhe për një moment të shkurtër sytë e saj u takuan me të. Arbeni u ndal. Ai e pa me një shprehje të habitur. Elira, zëri i tij ishte i qetë por i çuditur. Çfarë po bën këtu poshtë? Për një moment që dukej si një përjetësi, Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Pas saj, dera e dhomës së Danielit ishte ende gjysmë e hapur. Dhe nëse Arbeni do të hitte vetëm një shikim brenda, sekreti i tyre do të merrte fund menjëherë. Elira ndjeu se gjithçka mund të shembej në atë sekond. Martesa, familja, gjithçka që kishin ndërtuar. Ajo mori frymë thellë dhe u përpoq të buzëqeshte. Por në sytë e Arbenit kishte filluar të shfaqej një dyshim i vogël. Një dyshim që mund të rritej shumë shpejt. Nëse ai do të vendoste të bënte vetëm një pyetje tjetër. Pas asaj mbrëmje në verandë, gjithçka ndryshoi mes Elirës dhe Danielit. Tani nuk kishte më dyshime. Ata kishin vendosur të mbanin një sekret që mund të shkatëronte gjithçka nëse zbulohej. Në fillim gjithçka dukej si një aventurë e rrezikshme. Takimet e tyre ishin të rralla dhe gjithmonë të fshehta. Ndonjëherë mjaftonte vetëm një moment kur shtëpia ishte bosh. Ndonjëherë ishte një shtitje e shkurtër në qytet me justifikimin e pazareve. Ata ishin shumë të kujdesshëm. Asnjë mesazh në telefon, asnjë shenjë që mund të lindte gjurmë. Vetëm shikime të fshehta dhe momente të shkurtra që askush tjetër nuk i shihte. Por sa më shumë kohë kalonte, aq më fort bëhej lidhja mes tyre. Elira filloi ta ndjente se Danieli nuk ishte më vetëm një ndjenjë e ndaluar. Ai ishte bërë pjesë e jetës së saj. Ai ishte personi me të cilin fliste për gjithçka. Ai e dëgjonte, e kuptonte dhe e bënte të ndihej e gjallë. Diçka që ajo ndonjëherë nuk e ndjente më me Arbenin. Arbeni ishte një burr i mirë. Ai nuk e trajtonte keq, por jeta e tyre ishte bërë shumë e zakonshme. Shumë rutinë. Ai ishte gjithmonë i zënë me punë, gjithmonë i lodhur. Bisedat e tyre shpesh përfundonin me fjalë të shkurtra. Si kaloi dita? Mirë. Po puna? Shumë. Dhe kaq. Ndërsa me Danielin ishte ndryshe. Ata mund të flisnin për orë të tëra, për ëndra, për frikëra, për gjëra që nuk ja kishin treguar askujt tjetër. Por çdo moment i bukur kishte edhe një hije. Fajin. Sa herë që Elira shihte Arbenin duke u përpjekur të ishte një burr i mirë, një ndjenjë e rëndë i binte në zemër. Ai nuk dinte asgjë. Ai u besonte të dyve plotësisht. Dhe kjo e bënte sekretin edhe më të dhimbshëm. Një natë ndërsa po hanin darkë të gjithë bashk, Arbeni tha diçka që e bëri Elirën të ngrijë. Po mendoj të zgjerojmë biznesin, tha ai. Babai i tij ngriti vetullat. Si? Dua të hapim një magazin tjetër në qytetin tjetër. Danieli e pa me interes. Seriozisht? Po tha Arbeni. Por do të thotë që do të duhet të udhëtoj shpesh. Elira uli shikimin drejt pjatës së saj. Zemra filloi të rrihte më shpejt. Arbeni vazhdoi.
Ndoshta edhe do të qëndroj disa ditë atje her pas here. Danieli nuk foli, por ai dhe Elira shkëmbie një shikim shumë të shkurtër. një shikim që askush tjetër nuk e vuri re. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Më shumë kohë vetëm në shtëpi, më shumë mundësi për sekretin e tyre. Por në vend që ta bënte të lumtur, kjo e friksoi, sepse sa më shumë të zgjaste kjo situatë, aq më e vështirë do të ishte të dilnin prej saj. Dhe pikërisht atëherë filloi rreziku i parë i vërtet. Një pasdite, disa muaj më vonë, Elira ishte në dhomën e Danielit. Ata kishin menduar se shtëpia ishte bosh. Prindërit e Arbenit kishin shkuar tek disa të afërm dhe Arbeni ishte në qytetin tjetër për punë. Ata po flisnin dhe qeshnin, për herë të parë pas shumë kohësh, duke u ndier plotësisht të qetë. Por pa pritur, u dëgjua zëri i derës së hyrjes. Elira u ngrit menjëherë. S'duhet të jetë askush, tha ajo me zë të ulët. Por pastaj u dëgjua një zë shumë i njohur. Ka njëri në shtëpi? Ishte zëri i Arbenit. Të dy ngrin në vend. Arbeni ishte kthyer më herët nga sa kishin menduar. Danieli e pa Elirën me sy të hapur nga paniku. Duhet të shkosh në dhomën tënde, tha ai me zë të ulët. Elira ndjeu zemrën të rrite aq fort sa mendoi se mund të dëgjohej nga jashtë. Ajo u drejtua shpejt drejt derës së dhomës. Por në momentin që doli në korridor, ajo dëgjoi hapat e Arbenit që po ngjiteshin në shkallë. Ai po vinte drejt tyre. Elira ngriti syt dhe për një moment të shkurtër sytë e saj u takuan me të. Arbeni u ndal. Ai e pa me një shprehje të habitur. Elira, zëri i tij ishte i qetë por i çuditur. Çfarë po bën këtu poshtë? Për një moment që dukej si një përjetësi, Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Pas saj, dera e dhomës së Danielit ishte ende gjysmë e hapur. Dhe nëse Arbeni do të hitte vetëm një shikim brenda, sekreti i tyre do të merrte fund menjëherë. Elira ndjeu se gjithçka mund të shembe në atë sekond. Martesa, familja, gjithçka që kishin ndërtuar. Ajo mori frymë thellë dhe u përpoq të buzëqeshte. Por në sytë e Arbenit kishte filluar të shfaqej një dyshim i vogël. Një dyshim që mund të rritej shumë shpejt. Nëse ai do të vendoste të bënte vetëm një pyetje tjetër. Në korridor ra një heshtje e rëndë. Arbeni qëndronte në fund të shkallëve duke parë Elirën me habi. Ai nuk ishte mësuar ta shihte atë në katin e poshtëm, pranë dhomës së Danielit, sidomos në atë orë të pasdites. Elira, përsëriti ai. Çfarë po bën këtu? Për një moment të shkurtër, mendja e Elirës u zbraz. Zemra e rrite aq fort sa i dukej sikur mund të dëgjohej në gjithë shtëpinë. Pas saj, dera e dhomës së Danielit ishte ende pak e hapur. Nëse Arbeni do të hitte një hap më tej, gjithçka do të merrte fund. Ajo mori frymë thellë dhe u përpoq të dukej e qetë. Po kërkoja disa mjete pastrimi, tha ajo shpejt. Mendova se mund të ishin këtu poshtë. Arbeni e pa për disa sekonda. Pastaj u kthye drejt derës së dhomës së Danielit. Elira, këto zakonisht janë në depo, tha ai. Në atë moment, dera u hap plotësisht. Danieli doli jashtë, duke u përpjekur të dukej sa më normal. Oh, Arben, nuk e dija që u ktheve. Arbeni i hodhi një vështrim të gjatë. U ktheva më herët. Puna përfundoi shpejt. Për disa sekonda askush nuk foli. Atmosfera ishte e rëndë. Elira e ndjente sikur çdo sekond po zgjaste shumë më tepër se sa duhet. Pastaj Arbeni ngriti supet le. Mirë që je këtu, tha ai duke parë Danielin. Duhet të flasim për disa gjëra të biznesit. Tensioni u ul pak. Elira ndjeu sikur mund të merrte frymë përsëri. Ajo u largua drejt shkallëve. Do të shkoj sipër, tha ajo. Asnjëri nuk e ndaloi. Por ndërsa ajo po ngjitej në shkallë, ndjeu një ndjesi të rëndë në kraharor. Ata kishin shpëtuar, por shumë pak kishte munguar. Ajo natë ishte ndryshe nga të tjerat. Elira nuk mund të flinte. Ajo qëndronte në shtrat pranë Arbenit, duke parë tavanin. Arbeni flinte i qetë, pa e ditur asgjë për atë që kishte ndodhur vetëm disa orë më parë. Për herë të parë pas shumë kohësh, faji goditi shumë më fort. Ai burr që flinte pranë saj ishte njeriu që i kishte besuar më shumë se kushdo tjetër. Dhe ajo e kishte trajtuar, jo vetëm një herë, por për vite. Të nesërmen në mëngjes, ajo zbriti në kushinë herët. Danieli ishte tashmë aty. Ata u pan për disa sekonda pa folur. Pastaj ai tha me të ulët. Dje ishte shumë afër. Elira pohoi. Shumë. Ai mori frymë thellë. Ndoshta është koha ta ndalojnë këtë. Fjalët e tij qëndruan pezull në ajër. Për shumë kohë ata nuk kishin guxuar ta thoshin këtë me zë, por tani rreziku ishte bërë real. Elira e ndjeu zemrën të shtrëngohej. Po, tha ajo më në fund. Duhet të mbaroje. Ata qëndruan në heshtje për disa sekonda. Pastaj Danieli shtoi. Sepse nëse një ditë Arbeni e zbulon, nuk do të humbasim vetëm një martesë. Ai ndaloi për një moment. Do të humbasim një familje të tërë. Elira ndjeu një lot i rrëshiste në faqe. Ajo e dinte se ai kishte të drejtë. Ndonjëherë dashuritë më të forta janë edhe më të rrezikshmet, sepse ato kërkojnë sakrifica shumë të mëdha. Ajo ngriti syt drejt Danielit për herë të fundit. Duhet të harrojmë gjithçka. Ai pohoi ngadalë. Po. Dhe kështu ndodhi. Me kalimin e muajve, ata filluan të qëndronin gjithnjë e më larg nga njëri tjetri. Bisedat u bën më të shkurtra. Shikimet u zhdukën. Sekreti i tyre u mbyll thellë në të kaluarën.
Askush në familje nuk e mësoi kur të vërtetën. Arbeni vazhdoi jetën duke besuar se familja e tij ishte fortë dhe e bashkuar. Por në zemrat e Lirës dhe Danielit mbeti gjithmonë një kujtim. Një histori që nuk duhet të kishte filluar kurrë. Një dashuri që nuk kishte të ardhme. Dhe një sekret që do të jetonte përgjithmonë mes tyre. Sepse disa histori nuk përfundojnë me zbulim apo dramë. Disa përfundojnë vetëm me një vendim të heshtur. Dhe me një të vërtetë që askush nuk e merr vesh kurrë.